as unë që e kam me vull dhe me firmë mandatin për ta përfaqësuar Shqipërinë në emër të popullit, nuk e kam tagrin të them në emër të popullit atë që mund ta thotë vetëm populli. Kush duhet jetë në qeveri dhe kush duhet jetë në opozit. Këtë populli e thot vetëm vetë. Vetëm me votë dhe vetëm kur zgjedh të mandatuarit e tij. Nga ana tjetër, po, unë për shembull e kam tagrin të vendos për veten time nëse duhet ti dëgjoj apo jo dëshirat dhe urdhrat e një pjese që këndon për zyrës time, Rama, jepe dorë heqen. Ajo këngë mua më pëlqen dhe më energjizon aq shumë sa t'ju them drejtëm gënjen mendja që mund të bëj një tjetër këngë me të. Por në çdo çast dhe rrethan për te këngës të largohesh nga detyra që të ka ngarkuar shumica, vetëm sepse një pakic bërtet në kor nuk është as tipar udhëheqës, as përgjegjësish institucionale dhe as modesti intelektuale. Është vetëm braktisje e një përgjegjësie shumë të madhe. Ndërsa të largohesh pikërisht sot nga udhëheqja e vendit, duke lënë në rrugë misionin historik që fati e vuri mbi supet tona, do të ishte edhe shpërfillje e pafalshme e një porosie shumë të madhe kombëtare. Kështu që kushdo le të këndoj, kur të doj le të pushoj, po i erdhi prap Oreksi të rifilloj, misioni ynë do vazhdoj deri kur të mbaroj me vendosjen e flamurit të Skënderbeut dhe të Ismail Qemalit në oborin e Evropës Bashkuar.